Kryeministri Edi Rama prezantoi sot kandidatët e PS-s për Gjirokastër, duke ritheksuar se zgjedhjet e ardhshme janë historike për rrugën drejt Bashkimit Evropian. Për herë të parë janë bashkuar ylli i fatit tonë me yllin e fatit tyre. Dhe jo vetëm ne duam, siç kemi dashur gjithmonë, që nga dita e parë që kemi dalë në rrugën e lirisë të bëhemi antar të BE-s, por dhe ata duan që të na kenë në BE sa më parë. Dhe ky është një moment që nuk do të thotë që do jetë i tillë në pafundësi. Është një derë që është hapur tani, për arsye që lidhen me ne, sepse kemi bërë detyrat tona. Më 11 maj, Rama më kërkon votën edhe demokratëve. Demokrat duhet bashkohen tek ajo kutiza jon aty në fletën e votimit, është dhe mund mes ajo, nuk është as pajta as djatha, është drejt. Aty, sepse duhet që negociatat të mos ndërpriten as një sekond, të mos luhatet procesi as një sekond. Në mbyllje, shefi kabinetit qeveritar dha sërish një mesazh për drejtësinë. Fëmijët që lindin në këtë vend janë të barabartë para ligjit dhe që asnjë fort nuk mund do të shkeli një më dobët duke përdorur drejtësinë dhe liria individuale e gjithë secilit është e paprekshme nga askush që mund të ketë një pushtet caktuar.